Përshëndetje hoxh, kur jam kanë thot 13 vjeç, e kam gjetë në shtëpi një hajmali dhe e kam djeg me shkrepse. A kam bo mirë? Ajo. Përshëndetje, elus Allahun e lartësuar, që të ruaj dhe të mbroj nga çdo e keqe. Çfarë ka kaluar, tashmë nuk kthehet pas, gjithsesi ti e ke djeg, elhamdulillah. Por, në rast se gjen një hajmali, apo një nusk, ose diçka të ngjashme, e merr një enë me ujë të pastër, lexon të, pra duke lexuar ajetin Kursi, 3 suret e fundit të Kuranit, merr nuskën ose hajmalin, pra dhe hapet duke lexuar Kur'an. Më pas futet e kjo ena që ke lexuar, pra uji i pastër që është që ke lexuar në të Kur'an, merr dhe fërkoje atë letrën derisa ti ik boja. Më pas merr dhe digje. Ti ke rënë shkurt e ke djeg, kështu që Allahu të rujt, Allahu të mbroft. Normale këshilloj çdo njërin që sa më larg nuskave, hajmalive, ai që na ruan dhe na mbron është Allahu i lartësuar. Lexo Kur'an. Pra ajetin Kursi, 3 suret e fundit të Kur'anit. Lexoj dhe luta Allahun e lartësuar sepse Zoti i gjithësisë është ai që na ruan dhe na mbron.